BDI përmes një reagimi thekson se presioni skandalos i tipit veri korean nga VMRO DPMNE dhe i të amnestuarit të fuqishëm Antonio Miloshovski ndaj prokurorisë dhe drejtësisë vazhdon dhe po fundoset në dëshpërim. VMRO DPMNE ankohej për përndjekje nga LSDM dhe PSP, ndërsa sot po bën të njëjtën gjë në mënyrën më brutale dhe nga e përndjekur u shndrua në përndjekse politike. Mos ja bëj tjetrit atë që nuk dëshiron të ta bëjnë ty. I fuqishmi Miloshovski nga thirrjet e parullave dhoma gazi për shqiptarët, shqiptari vdekur, shqiptari mirë, arriti deri te amnistia për krim të konfirmuar dhe për këtë arsye nuk ka kredibilitet politik, njerëzor e juridik. VMRO të ndaloj partizimin e prokurorisë dhe përndjekjen politike. BDI tashmë e ka informuar të gjithë bashkësinë ndërkombëtare e cila është skandalizuar nga presioni brutal partijak dhe porosit ndaj prokurorisë. E inkurajoi prokurorinë që aty ku nuk ka vepër, nuk ka prova dhe nuk ka dëm, t'i hedh poshtë kallëzimet penale politike për përndjekje politike dhe të mos bie nën presionin qeveritare partijak, por të veproj sipas ligjit, reagon BDI.